Kur qielli u hap dhe toka gurgulloi, përmbytja e madhe. Ka ngjarje që bota i ka harruar, ka ngjarje që civilizimet i kanë shtrembruar, por ka një ngjarje që Allahu vetë ruajti, e shkruoi, e vulosi në librin e tij të përjetshëm. Ngjarje që ndryshoi fytyrën e tokës, që fshiu gjithçka, që la pas vetëm një anije dhe brenda saj shpresën e njerëzimit. Kjo është historia e profetit Nuh dhe përmbytjes më të madhe që kjo tokë ka parë ndonjëherë. Para se të flasim për përmbytjen, duhet kuptojmë thirrjen. Profeti Nuh alayhis salam, njëri nga 5 profetët ulul azm, profetët e vendosmërisë së lartë, predikoi popullin e tij për 950 vjet. Allahu thot në Kur'an: ne dërguam Nuhun tek populli i tij, dhe ai qëndroi mes tyre 1000 vjet minus 50. Surja Ankebut 14. 950 vjet thirrje, ditë dhe natë, fshehurazi dhe haptas, me butësi dhe me paralajmërim. Por populli nuk dëgjoi. Allahu tregon fjalët e Nuhut: o Zoti im, unë e thirra popullin tim natën dhe ditën, por thirrja ime nuk i shtoi veç se largim. Sa herë që i thirra që t'i falësh, vun gishtat në vesh, mbuluan fytyrat me rrobat e tyre, ngulmuan edhe u mbushën me arrogancë. Surja Nuh 5:7. Dhe pastaj Nuh bëri diçka që vetëm njerëzit e thyer nga durimi i gjatë e bëjnë. Ju drejtua Allahut: o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga mohuesit. Nëse i le, do të devijojnë robërit e tu edhe nuk do të lindin, veç se të prishur dhe mohues. Surja Nuh 26-27. Dhe Allahu, ai që dëgjon çdo lutje, pranoi. Allahu i tha Nuhut: mbaroja anije në mbikëqyrjen ton dhe me mësimin ton, e mos mu drejto mua për ata që bën zullum. Ata gjithçysh janë të përmbytur. Surja Hud 37. Nuhu filloi të ndërtonte në mes të tokës së thatë, larg detit. Populli kalonte pranë, tallej, qeshte. O Nuh, u bëre marangos tani, thoshin me ironi. Nuhu u përgjigjej me qetësinë e profetit: nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju siç talleni ju. Surja Hud 38. Allahu i kishte dhënë Nuhut një shenjë, një sinjal të caktuar që do të tregonte se ora kishte ardhur. Ibn Kathir transmeton nga komentuesit e hershëm se shenja ishte: furra e bukës, tanduri, filloi të gurgullonte uji. Allahu thot: derisa erdhi urdhri ynë dhe furra gurgulloi, ne i tham: ngarko në të nga çdo lloj 2 dhe familjen tënde, përveç atij për të cilin ka kaluar fjala, dhe ata që besuan. Surja Hud 40. Imagjinoja atë çast. Nuhu alayhis salam po pishte bukë, ose ishte dikush tjetër i familjes, dhe papritur nga furra e zjarrt filloi të dalë uji. Jo pak, por me forcë, me gurgullim, dhe Nuhu e kuptoi. Ora kishte ardhur. Ibn Abbas, kushuriri i profetit alayhis salam dhe komentues i madh i Kuranit, ka thënë: Allahu e bëri furrën shenjë, që kur të shikonte ujin duke dalë prej saj, Nuhu të dinte se nuk kishte kohë të humbiste. Allahu urdhëroi qartë nga çdo lloj kafshe 2. Allahu thot: dhe kafshët dhe familjen tënde dhe ata që besuan. Por nuk kishin besuar bashkë me të veç se pak. Surja Hud 40. Dietarët kanë diskutuar gjerësisht numrin e atyre brenda anijes. Ibn Kathir transmeton mendimin e shumë komentuesve se numri i njerëzve ishte i vogël, nga 8 vet, sipas disa transmetimeve, deri në disa dhjetra sipas të tjerëve. Imam Taberi transmeton: thuhet se në anije ishin 8 vet, Nuhu, 3 djemtë e tij dhe gratë e tyre. Por kishte edhe besimtar të tjerë. Numri i saktë njihet vetëm nga Allahu.
dhe kafshët çdo lloj nga dy. Komentuesit si Imam Kurtubi shpjegojnë: Allahu urdhëroi të merreshin nga kafshët qift, mashkull edhe femër, për të ruajtur llojet pas përmbytjes. Ania ishte ark shpëtimi, jo vetëm e njerëzimit, por e gjithë jetës mbi tokë. Dhe pastaj filloi. Allahu përshkruan me fjalët që të ngrinë lëkurën. Dhe hapëm dyert e qiellit me ujë që derdhet me fuqi. Dhe bëm burimet e tokës të shpërthejnë. Ujërat u takuan për një çështje që ishte caktuar. Surja El Kamer 11-12. Dy burime uji, nga lart dhe nga poshtë. Qielli u hap, shi i pandalshëm, toka shpërtheu, burime nga thellësia. Ibn Kathir shkruan: Allahu bashkoi dy ujëra, atë të qiellit dhe atë të tokës, në një ngjarje të vetme. Nuk ishte shi i zakonshëm, ishte shkatërrimi i planifikuar dhe i drejtuar nga Allahu. Nuhu thirri ata brenda anijes me fjalët që Allahu i ruajti. Hipni mbi të, me emrin e Allahut lundrojmë dhe ndalojmë. Vërtet Zoti im është falës dhe mëshirues. Surja Hud 41. Midis atij nxitimi dhe kaosi, Nuhu pa djalin e tij, jo brenda anijes, por larg, duke ikur drejt malit, dhe Nuh, babai, thirri: O djali im, hip me ne edhe mos bëj pjesë me mohuesit. Djali u përgjigj: Do të ngjitem mbi mal, ai do të më mbrojë nga uji. Nuhu tha me dhimbje: Sot nuk kam mbrojtës nga urdhri i Allahut, dhe i ndau ata vala dhe u bë nga të mbyturit. Surja Hud 42-43. Nuk ka dhimbje si ajo e prindit që shikon fëmijën e vet duke humbur, jo nga aksidenti, por nga zgjedhja e tij. Dhe Nuhu, mes lotëve, thirri Allahun: O Zoti im, djali im është nga familja ime. Allahu ju përgjigj me butësi dhe qartësi njëkohësisht: O Nuh, ai nuk është nga familja jote. Vërtet ai është vepër e keqe, prandaj mos më pyet për atë që nuk e dije. Surja Hud 46. Dietarët islam kanë transmetuar mendime të ndryshme për kozgjatjen e përmbytjes. Ibn Kathir, duke u bazuar në transmetime të ndryshme, tregon se sipas disa komentuesve të hershëm, uji mbuloi tokën për 6 muaj. Imam Taberi transmeton mendimin se ania lundroi për një periudhë të gjatë, derisa Allahu urdhëroi tokën të gëlltiste ujin dhe qiellin të ndalonte. Allahu thot: E ju pa thënë, oj tokë, përpije ujin tënd, dhe o qiell, ndërpreje shiun. Uji u tërhoq, urdhri u zbatua, dhe ajo, ania, u ndal në kodrën Xhudi. Surja Hud 44. Xhudi, mali ku u ankorua ania e Nuhut. Shumica e dietarëve islam, duke u bazuar në transmetime, e vendosin malin Xhudi në rajonin e Turqisë jugore, pranë kufirit me Irakun e sotëm. Disa e identifikojnë me atë që sot njihet si mali Ararat. Ibn Kathir shkruan: Thuhet se Xhudi është mal në rajonin e Musilit, dhe kjo është mendimi i shumicës. Allahu e di më mirë vendodhjen e saktë. Imam Kurtubi shton: Ania u ndal atje, dhe kjo ishte shenjë tjetër e Allahut, se çdo gjë ka fund, çdo sprov ka mbarim, çdo natë ka mëngjes. Allahu e mbyll këtë histori me një fjali që jehon në përshekuj. Vërtet në këtë ka shenjë. A ka ndonjë që merr mësim? Surja El Kamer 15. A ka ndonjë që merr mësim? Historia e Nuhut nuk është mit, nuk është legjend, është dëshmi e drejtësisë absolute të Allahut, se asnjëherë nuk ka shkatëruar popull pa dërguar paralajmërim. Është dëshmi e mëshirës së tij, se gjithmonë ka shpëtuar ata që besuan. Është dëshmi e fuqisë së tij, se kur Allahu vendos, as malet nuk mbarojnë. 950 vjet thirrje. Një anije, pak besimtar, shumë kafsh.
dhe një premtim i Allahut i mbajtur. Ne e bartëm atë mbi dërrasa dhe gozhda, duke lundruar nën sytë tanë, shpërblim për atë që i ishte mohuar. Surja El Kamer 13-14. Nën sytë e Allahut, kur je nën sytë e Allahut, asnjë val nuk mund të mbys.